الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فالمدريم تكون الله عز وجل dhe salavat dhe selamat ja dërgojnë njeriut më të zgjedhur mbi sipërfaqen e tokës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin të cilët e ka nxjerrë Imam Buhariu në Sahihun e tij, e cili e transmeton sahabiu i nderuar Ebu Musa al-Ash'ari. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kamula min ar-rijali kathirun walakin lam yakun min an-nisa'i ghayru Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisha ala nisa'i ka fadli al-thari ala sa'iri at-ta'am. Ta pejgamberi alayhi salatu wassalam janë përsos shumë nga burrat, por nuk janë përsos nga gratë, por pose Merjemja e bia e Imranit, gruaja Asia, gruaja e Firaunit, dhe Aisha radiallahu anha është e zgjedhur te unë në mesin e grave, sikurse ushqimi që është më i preferuar për njeriu që e zgjedh në mesin e ushqimeve. Pse Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedh këta gra dhe i ka përfaqësuar se këta në Kur'an, i ka cekur në Kur'an dhe i ka ngritur në grada të larta, sepse të di gratë, edhe Merjemja, edhe Asia janë kujdes, i kanë eduku dy burrat të mëdhenj, dy pejgamber të mëdhenj, të cilët janë ulul azm. Pra gruaja e Firaunit e ka marrë përsipër kujdestarin dhe bykqyrën Musa alayhis salam. Dhe Allahu azza wa jalla ka thënë në Kur'an, po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka ngrit në grada të larta, siç do ta shohim në vijim Merjemën, e bien e Imranit, shkaku se e ka lind një pejgamber dhe është kujdes për edukimin dhe për kujdesin e këtij pejgamberit të madh, i cili është Isa alayhis salam, pejgamberi para fundit para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili hyn në grupin e pejgamberëve më të zgjedhur, të cilët janë ulul azm. Kemi thënë se ulul azm janë pejgamber 5 që janë më të zgjedhur prej të gjithë pejgamberëve, është Nuhu, është Ibrahimi, është Musa, është Isa dhe është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu azza wa jall e ngriti këtë grua dhe e bëri që të cekët në Kur'an. Dietarët janë në divergjencë, në khilaf, se kjo Merjemja a ka qenë pejgamberesh apo ka qenë një grua e sinqertë prej grave të muslimanëve. Disa prej tyre kanë thënë se ka qenë pejgamberesh. Pse? Sepse Allahu azza wa jall i ka shpall, ndonjëherë i ka folë Allahu azza wa jall, ndonjëherë e ka dërgu melek ta përgëzojnë atë, ndonjëherë i ka ardhur Xhibrili alayhis salam, e ndonjëherë Xhibrili alayhis salam është transformuar një njeri të plot, ashtu siç i ka ardhur Musa alayhis salam, siç i ka ardhur pejgamberët dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E këta nëpërmes këtyre argumenteve thonë se nuk i ka shpall Allahu subhanahu wa taala atë shumë dhe atë shumë që është përmendur në Kur'an, saqë nuk ka në Kur'an prej të surja Fatiha deri te surja An-Nas, nuk ka grua e cekur në Kur'an me emër përpose Merjem. Është cek imra'atu Fir'aun, imra'atu Nuhin, imra'atu Lut, janë nisa'un nabiu, jo gratë e pejgamberëve. Do të thonë janë cek me emra grua bi kështu, por me emër të veçantë, nuk është cek vetëm se Merjem alayhis salam. Dhe Allahu azza wa jalla e ka zbritur në një sure apostafa dhe e ka emërtuar me surën Merjem. Dhe mu për atë kanë thonë një grupi dietarëve se këta argumente aludojnë se Merjemi alayhis salam është pra pejgamberesh për pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Kurse grupi tjetër thonë se ka qenë grua e devotshme Siddiqa, siç e ka thënë Allahu azza wa jalla, ka thënë wa ummuhu Siddiqa, dhe nona e tij ishte e sinqertë.
Allahu Azza wa Jall thënë ta dietar, sikur edhe ne dimi që i ka shpall ilham, i ka shpall edhe nënës së Musa alayhis salam, wa uhayna ila ummi Musa, ne ja shpallëm edhe nënës së Musa, do të thonë ilham, por jon shpalljet pejgamberluk. Dhe për atë thot Allahu Azza wa Jall, wa ummu Siddiqa, nona e tij ishte e sinqertë. Dhe thot pse Allahu Azza wa Jall ka mujt me cek e sinqertë dhe ka mujt me cek rasule pejgamberesh, por nuk e ka cek as nuk nebie as rasule. Kana Siddiqa. E ne dimi në ajet, që thot Allahu Azza wa Jall në suratul Fatiha, që bëjnë tefsir me ajetin An'ama Allahu alehim, që u ka dhënë Allahu begati, Allahu Azza wa Jall në një ajet thot minan nabiyyin, thot pejgambert, wa siddiqin, siddiqin janë grupi i dytë, wa shuhada, dhe dëshmorët janë grupi i tretë, wa salihin dhe grupi i katërt, wa hasuna ulaika rafika, dhe kjo sa që shëjë mirë. Do të thonë kjo është Siddiqa, si Abu Bekr radhiyallahu anhu është quajtur Siddiq, por se nuk e arrit gradën e pejgamberit dhe nuk e ka shpall Allahu Azza wa Jall pejgamberesh. Po ashtu, edhe një argument tjetër thot Allahu subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Ne o pejgamber, o Muhammed, nuk kemi shpall para teje pejgamber, por pose burrave ju kemi shpall me shpallje. E kjo argument i prerës se rijalan nuhi ilayhim, prej burrave që ju kemi shpall. Do me thonë me këta shumice djetarve dhe kjo është pa e vërtet se Merjemi a.s. ka qenë e devotshme, ka qenë e sinqert, ka qenë thot grua e dalluar në adhurimet, e ka dalluar Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete, por megjithatë nuk e arrit gradën dhe nuk është kjo pejgamber prej pejgamberve që i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla jetë për ta tregu vlerën e Merjemës a.s. në shumë ajete, njëra ndër ta thot وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ. Kur Allahu Azza wa Jall thot i dërgoi melek të Allahut dhe ju tha melekt ju than Merjemës, ja Merjemu inna Allah estafaki. O Merjem, Allahu ti të ka përzgjedh. Pastaj thot o tahharaki, dhe të ka pastruar. Pastaj prap thot Allahu Azza wa Jall o estafaki, dhe prap të ka përzgjedhur. Ala nisa'il alamin, mbi të gjithë gratë e botës. Kanë thonë në djetarët, Allahu Azza wa Jall ka thonë njëre e kina zgjedhur. Çe kanë zgjedhur? E ka zgjedhur që kjo tjetë nëna e pejgamberit. Wa tahharaki, e ka pastruar nga shirku, e ka pastruar nga sjellja e keqe, do të thonë sjelljen e ka pas të mirë, edhe e ka pastruar nga fjalë të cilat i folin njerëzit për pastërtinë e saj, në akhlakun e saj, në turpin e saj, në moralin e saj. Pastaj ka thonë Allahu Azza wa Jall dhe të ka zgjedh ti prej krejt grave dunjojës, të ka dallu me një cilësi që nuk e ka dallu askan, ke lind një fëmijë pa burr, pa babë. Do të thonë e ka zgjedh Allahu Azza wa Jall, e ka marrë argument që ta shohim në vijim pra për Merjemën alayhis salam. Po ashtu Allahu Azza wa Jall e ka lavdruar dhe me adhurimin e saj. Ka thonë Allahu subhanahu wa taala, ja Merjem, uqnuti li rabbiki wasjudi wark'i ma'rakin. O Merjem, ti fal namaz dhe bir në sejdë dhe bën ruku me ata që bëjnë ruku. Kjo tregon se edhe popujt më herët e kanë pas obligative namazin, kanë pas qiyam, kanë pas ruku edhe kanë pas sejdë. Edhe kanë bërë adhurimin pra ibadetin Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo aludon se ka qenë obligative te këta pra namazin. Kur i ka ardhur pra sparje Gjibrili alayhis salam, Merjemës alayhis salam, që kemi treguar se ajo në shtëpinë e Aksas ka qenë adhurues dhe e ka pas një vend apostapat që vazhdimisht ka bërë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla, idh qalat al malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruka bi kalimatin minhu. O Merjem, i than melek, Allahu po të përgëzon bi kalimatin minhu, nga fjala e tij. Çka është kjo fjala? E ka për qëllim Isa alayhis salam. Po çka kelimetin minhu, nga fjala nga Allah? Kanë thonë dietar nga fjala e Allahut, kun feyekun, bëhet dhe bëhet. Me fjalë. Domethënë ka ardhur Gjibril alayhis salam tek Merjem alayhis salatu wassalam, edhe i ka afër, edhe i ka përgëzuar me një fëmijë dhe e ka fry. Dhe nëpërmes frymës ka shku tek mitra e saj dhe ka mbet 7 zonë. Dhe me këtë ka thonë Allahu azza wa jall, kelimeten minhu, me fjallën Allahut, kun, bëhu dhe bëhet, normal në zbohë, por Allahu azza wa jall kur don, ajo bëhet. Bi kelimetin minhu, ismuhu al-Mesihu Isa ibn Maryam,
i cili është Mesihu i biri Meriemës. Pse është Mesih? Mesih kanë thonë se Isa a.s. kur ka lind nona e vet, e ka lyrë me vaj ulliri. E ka po mes, i fjalës mes. Kurse tjerët kanë thonë mendim se mes nuk ka pas shtëpi vete, po vazhdimisht ka qenë lëvizje, ka qenë davet, nuk ka pas shtëpi posaçëm. Do të thonë e ka lëviz tokën. E disa të tjerë e treta prej tjerëve kanë thonë se Mesihu është quajtur për shkak se i dhon disa mrekulli që nuk i dhon tjerëve prekjen e tij, ka shoru, i ka ngjall njerëzit me lejen e Allahut azza wa jall. Për atë është quajtur Mesihu Isa ibn Maryam, wajihan fi dunya wal akhirati min al muqarrabin, ka qenë i zgjedhur në dunjë, i zgjedhur në ahiret dhe ka qenë i afër tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jalla përshkruan kur Maryam alayhi salatu wassalam kur ka mbet 7 zone është izolu prej njerëzve. Është izolu në vetmi dhe nuk ka hi tek ajo askush, përpos se kujdestari i saj, siç kemi treguar në ligjëratën e kaluar, Zekeria alayhis salam. Dhe nuk ka hi askush. Dhe ka qenë vajzë e re, thuhet në linjë sipas transmetimeve të mufesirinëve, kanë thonë se i ka pas 15 vjet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa'arsalna ilayha ruhana fatamathhala laha basharan sawiyya." Ne ja dërguam Xhibrilin alayhis salam. Dhe ai u shndrua në një njerëz të plotë. Mohon ashtu siç i ka ardhur pejgamberit alayhis salatu wassalam, që janë kon sahabët ulë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, thot erdhi njëri me teshat e bardha, me flokët e zeza, me mjekrën e zezë, teshat i kishte të bardha saqë nuk kishte asnjë tradh nga pluhuri. Dhe pasi që shkoi than kush ishte ky njeri, tha ky njeri ishte Xhibrili alayhi salam. I erdhi pra Mariemës Xhibrili alayhi salam. Kur u afrua dhe i tregoi se Allahu azza wa jall do të ta sjell ti një fëmijë. Tha Mariema, qalet inni a'udhu birrahmani minka. Kur i afru ki burin i huaj, nuk kishte hi askush përpos se Zekeria alayhis salam, tha unë po kërkoj mbrojtje të gjithëmshirshme tek Allahu azza wa jall. Minka in kunta taqiya, nëse ti je i sinqert, nëse ti ke frikë Allahu subhanahu wa taala. Qala inma ana rasul rabbik, tha unë jam i dërguar i Zotit tënd. Për atë Zotit që po kërkoj mbrojtje, ai Zoti mua më ka dërguar tek ti. Li ahaba laki gulaman zakiya, që të ta dhuroj një fëmijë i pastër. Ajo e pastër, nana e pastër, një fëmijë të pastër. Edhe kemi treguar se nana vetë ka të bënë dua nana Mariemës, që o Zot inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha. O Zot e linda një fëmijë, por nuk është djalë, nuk është, kjo është vajzë, nuk është djalë, por nuk janë të barabartë djalë me vajzën. Wa inni sammaytuha Maryam, unë e quajta këtë Maryam, wa inni u'idhuha, unë kërkoj mbrojtje. Bike min dhurriyatiha min ash-shaytan rajim, nga ajo dhe pasardhësia e saj nga shejtani i mallkuar. Do të thonë të pastër djalë, edhe vajzë e pastër, edhe djalë të pastër. Normal Maryam alayhis salam u habit. Edhe normal logjika e njerit është për të habit. U tha, qalet anna yakunu li gulamun, tha si të kem unë fëmijë. Wa lam yamsasni bashar, nuk më ka prek askush prej njerëzve, askush prej burrave. Wa lam aku baghiya, jam e prishur, nuk jam davire. As me martesë, as martesë nuk është afru asnjë burr. Si mund të kem pra fëmijë? Qala kadhalika qala rabbuk, thash kështu urdhëroi Zoti yt. Huwa alayya hayyun, për mua është shumë lehtë. Wa linaj'alahu ayatan lin-nas, dhe ta bëjmë ty dhe fëmijën tënd do t'i bëjmë argument, mrekulli për njerëzit. Normal, mrekulli nuk ka rrugën toksor që ka lind gruaja pa burr. Do të thonë argument për njerëzit. Wa rahmatan minna, dhe mashitana, wa kana amran maqdiya, dhe ishte çështje e kryer. Është interesant se pse ka thonë Mariemja çish të kemu fëmijë. Normal, nuk ka mundësi logjikën e njeriu të pa qenë një grua e martuar me burr dhe pa pas kontakte intime me atë burr që ajo të ketë pastaj fëmijë. Nuk ka mundësi. E ka thonë çish ka mundësi? Kjo nuk ka mundësi për neve, por se për Allahun azza wa jalla çdo se lehtë. Idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun, kur don Allahu diçka bën dhe bën. Sipas rregullave është dielli dhe hana çarkullojnë në boshtet e saj. Lind dielli nga lindja perëndon nga perëndimi, por kur don Allahu azza wa jall
nuk do të shkon ashtu si është e urdhëruar, po do të rrotullon në anën tjetër me urdhën e Allahut dhe do të perëndon ka lindja, do të lind ka perëndimi. Dhe kjo tregon se Allahu Azza wa Jall kur don diçka me bë, thot kun fayakun. Për ata thot Allahu subhanahu wa taala: "Inna mathala Isa", shembulli i Isaut, "ka mathali Adam", o sikur se shembulli i Ademit. "Khalaqahu min turab", e krijoi nga dheu. "Thumma qala lahu kun fayakun", pastaj tha bëhu dhe ju. Apo habitni ju me Isa alayhis salam, se si është kriju pa bab, a nuk po habitni se Ademi alayhis salam është kriju pa bab edhe pa nën. Do të thonë shembull e njëjtë. Bile, ma e letë është krijimi i sipas logjikës tonë normal se për Allahun Azza wa Jall çdo sa është letë. Dhe thot bi kelimetin minhu, me fjalën e Allahut kun fayakun bahu, dhe ajo është bë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Kur i vjen, pasi që i vjen lindja apo i afrohet lindja Isaut alayhis salam, fallxhort nëpërmes shejtanëve dhe në përmes fjalëve të dietarëve se është afru koha që del një pejgamber, edhe jehudët e xhelozojnë Isaun alayhis salam dhe dojnë të vazhdojnë në dalaletin e vet, sikur kemi thënë se ata vazhdimisht i kanë thënë urdhat e Allahut dhe i kanë thënë urdhat e pejgamberëve të tyre. Dhe tregum se më herët njëjtën kohë, mes asaj kohe ku është taku Isa alayhis salam me Yahya alayhis salam dhe me Zekeriaun, ku i mbytet edhe Yahya dhe Zekeria alayhis salam. E para lindjes treguohet se ky pejgamber që do të vjen do të ketë, do të thotë zotëri do të jetë, do ta merr mbretërinë e Beni Israilit, mbretërinë e jehudëve. Dhe shkon tek një mbret i cili ka qenë në atë kohë, i kanë thënë se do të del një pejgamber prej Beni Israilit, prej jehudëve do ta merr mbretërinë. Atër urdhëron një mbit fëmijë që kanë me lind qësaj kohë. Njojtë sikur se kohën e Firaunit që i mbyti mit mos linde Musa alayhis salam dhe mos t'ia merr mbretëri. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Faj'alna ibn Maryam wa ummuhu aya", ne i bëm ajet ata dy, argument. "Wa ataynahum ila rabwatin dhat qararin wa ma'in", kur i ka ardhur momenti për ta lind, o shfrigu thuhet se Maryam alayhis salam, disa transmetime thuhet se pasi ka lindën është largu. Është largu thot me një vend ku ka qenë larg atij vendit mbretit, disa thuhet se ka shkuar në Egjipt. Disa mufesirin thuhet se ka qenë në Sham, Guta, që është e njohur sot vendi Guta pranë Sham, Siri. E disa të tjerë thënë jo, është larguar prej Mesjidul Aqsas, por nuk është larguar nga Palestina. Është mshej, do të thonë që mos vjen koha që ti hakmirën djalët e tij dhe ta mbytin. Është interesant, thot Allahu Azza wa Jall, është largu. Pse është largu në momentin e lindjes? Se kur ka qenë 7 zone, nuk ka shfut askush në dhomën e saj. Edhe në momentin që është largu, kur e kanë po 7 zone, e kemi tregu se në brenda që ka hinë dhomën e saj, apo në vendin ku është fal, ka qenë Zekeria alayhis salam. Dhe e kanë shpiv se Zekeria alayhis salam ka bua madhritet, naudhu billah. Dhe ka mbet ajo 7 zone. Dhe mbysin Zekeria alayhis salam, shkaku sa ata thonë nuk është afru askush kësaj, përveç se një kujdestar i cili ka qenë, do të thotë Zekeria alayhis salam. E pse këtë nuk e besojnë, thotë nuk mundet pa burë, qish mundet? Është interesant, janë 4 etapat krijimit njerëzve. E ka kriju Allahu Azza wa Jalla Ademin alayhis salam pa bab edhe pa nën. E ka kriju Havën me bab pa nën. Do të thonë në çka, në transmetime thot Muhamedi alayhis salam, është kriju Hava nga Ademi alayhis salam nga brini më i shtrenjtë. Është kriju nga Hava nga Ademi alayhis salam nga brini më i shtrenjtë. Pastaj është kriju Isa alayhis salam prej nanës pa bab. E njerëzit nuk habitën si ndoshta kishin i thonë se ma let ose gruaja lind. Gruaja e ka lind Isa alayhis salam. Por mirë çish mundet me lind apo mu kriju një gruje prej burrit? E për ata Allahu Azza wa Jalla ja u bë shembull, po ta po habitni me lindjen e Isa alayhis salam. Po shembulli i Isa ose shembulli i Ademit këtë krijoi prej dheut dhe i tha bëhu dhe ju. Dhe pastaj etapa e 4 që janë krejt njerëzit deri në ditën e Kiametit prej burrit dhe prej grupës.
Domethënë kjo është etapa e katërt e krejt njerëzve të cilët janë të krijuar. Dhe kur Meriemi alayha salatu wassalam e pasi i erdhi koha e lindjes thot fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiyan, u largu prej vendit aty që mos lindën në mesin e tyre ku filluan njerëzit të flasin për ta. Thot fa jaa al-makhadu, kur i erdhi thot momentet e lindjes, dhimbtat e lindjes, al-makhadu ila jid'i nakhlatin qalet wa kuntu nasyan mansiya, u largu thot me një vend larg, u afru tek një palm, tek një dru i that, palm e that, të pushoja aty, e kapën domethënë momentet e lindjes. Allahu azza wa jalla për shumë kështu. Dhe kur erdhi koha me lind, thuhet se ka qenë bashortja e Zekeriait alayhis salam, apo thuhet ka qenë një djalë i cili u quajtur Yusuf ibn Yaqub an-Najjar, i cili ka qenë prej adhuruesve të shtëpisë së Aksas. Edhe tash normal to që e kanë dashur, to që janë kon besimtar, i ka thonë oj Meriem, çish mundet me bi diçka pa fidonin e saj? Ka thonë Allahu azza wa jall e ka krijuar para se me krijuar fidonin çish i kanë mbjellur hazën e kemi gjetë, pastaj kemi marrë në fidonat. Ka thonë e çish mundet pema pa ujë muri, thot mundet Allahu azza wa jall e ka krijuar pemën para se me krijuar ujin edhe të tjerë, para se me mbjell ne. E ka thonë oj Meriem, a mundet Allahu me krijuar një djalë për një gruas pa burr, thot mundet se Ademi se me ka krijuar pa burr, edhe pa babë edhe pa non, prej dheu, bëmu dhe jo bëmu. Edhe është larguar, jo larguar. E pastaj thot vjen Xhibril alayhis salam thot fanadatha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtiki sariya. I Xhibril alayhis salam ju afru dhe i tha fanadatha, e ka thirr prej poshtë. Disa tefsir mufesirin thënë se e ka thirr prej poshtë Xhibril alayhis salam prinë në tokë ka orzoni. E disa tjerë thënë se ai që e ka thirr prej poshtë ka qenë Isa alayhis salam. I ka thonën mos u mërzit. Allahu ka me të qetësu ti, shikon në këmbët e tuaja, ka dalë një burim. Dhe kjo ka qenë prej mrekullive tjera, prej do të thotë shkimi thonë prej kirameteve të vlijave, i ka rrjedhë edhe një ujë në lumë, që të freskohet në atë lumë. Pastaj çka ka thonë Allahu subhanahu wa taala? Wa huzzi ilayki jid'i nakhlatin tusaqit alayki rutaban janiya. O Meriem, çki drunin që e ul ti, që e mbështet për këtë palmën e thatë, pa frite, pa hurma, pas një send, khudhi jid'lati nakhla, kape këtë edhe shkunde. Kush e din palmën e hurmës se aq është e fortë, sa që 10 burra, apo 20 burra, me dash, me lëviz, s'ka shansa, nuk o sikur e mollë, sikur se e darë, sikur na i pëmë që si lëvizën, s'ka shansa. E Allahu azza wa jall, kur ishte qik, vajz, kur kujdeske Zekeriaja alayhis salam, kur ishte në dhomën e saj, edhe u kujdeske, edhe i bike Zekeriaja alayhis salam ushqim, por çka ndodhke, edhe Allahu subhanahu wa taala i thot në ushqim kur hike Zekeriaja alayhis salam, thot ku i dakhala Zekaria al-mihrab, kur hike në atë mihrab, në atë qoshtë që bën të adhurim, wajada indaha rizqa, e gjende përpara ushqimit. Qala ya Maryam, o Maryam, ana laki hada, për kë ke ushqimin? Qalet huwa min indillah, është prej Allahut. E këtu, duke qenë shtatzone, duke u frigu, duke qenë momentet e lindjes, Allahu azza wa jalla i thot shkunde druni. Mi marr sebet. Musa alayhis salam i tha o Musa, më shoj me shkop detit, deti do të çohet. A thu vallë, shkopi Musa alayhis salam me çohu detin apo Allahu azza wa jalla çohu detin? Allahu azza wa jalla bëni sebet, tha më shoj me shkop detit. Bile thuhet disa transmetime se Musa alayhis salam ka qenë i ka rujt shpinën e Bani Israil me Harun i ka qenë përpara. Edhe i ka thonë Musa alayhis salam shoj shkop, me shkop detin. I ka mshu deti s'po lëviz. O Musa do ti më shoj, te ti është mrekullia. Me ka thënë që kjo sebeb, e neve me na tregu se Allahu azza wa jalla ka mujt mi pru ushqim, sikur i ka pru, po i ka thonë shkunde pak druni. Tusaqit alayki rutaban janiya, kanë me zbrit hurma taze për parasysh. I zbresin hurma. Allahu azza wa jalla thot për të qetësuar, thot fa kuli washrabi, thot ha dhe pi. Ha prej hurmave që janë bru taze, që thuhet nuk ka pas as hurma,
dhe që ka bo sebepin që me rakë të regon se ti e ban sebepin e bereqetit dhe prej Allah, jo prej dorës tënde, edhe ka thonë ha dhe bi prej këtej lume që shketunet janë një lumë, i kaloj prej mirësive të Allah. Wa qarri ajne dhe knaqë sytë, knaqë, mos u mërzit që kanë me thonë njerëzit. Fa imma të rajenne min al-bashari ahadan, nëse shef dhe një prej njerëzve, kalon apo të shef, fa kuli inni nëdhartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya, nëse shef dhe një njëri se të vjen, thuj se sot unë jam agjërushëm për hir të Allahut. Nuk foli. Qysh me ishareti, si kur të regu për Zekrijan a.s. Kur jeti argumenti që gruja ti ka mbe 7 zone, tha së në keme mujtë më fol njerëzve 3 ditë, me ishareti. Mos ju fol thuj se unë e kum vendos, ja kum dhonë besën Zotit, premtimi se nuk ka me fol sot. Dhe kur afrohën ata njerëzit, normal, i afrohën njerëzit, ata të cilët kanë qenë jo besimtar. Besimtar ti thanë, oj Meriam, qish mundet mu kon kështu, qish mundet mu kon pema, ti qish, ati preokullë dhe direkt. E këta të cilët thanë, fe etet bihi qaumeha tahmilu, kur e lindi Isaun a.s. Edhe bartin kraharorin e saj, kur të populli u kthi prapë në shtëpinë e Aksas, në Kuds, dhe e ban jehudët, i thanë, ja Meriam, leka gjiti shejën feria, ki ardhë me një turp, me një mëkat shumë të madh. Sa ato e dishi që kjo s'ka qenë martuar, edhe ka qenë të më thonë e lidhur për adhurimin e Allahut. Ka thonë, ja ukhte Harun, oj motra e Harunit, ma kanë abuki mra'e sawin, baba jot nuk ishte njëri prisht, o ma kanë ummu këvedhije e as nona jote nuk ishte lavire. Pre ka erdhe të kështu. E interesant është e fjala ku i kanë thonë, ja ukhte Harun, oj motra e Harunit. Kanë thonën, qysh tash ne tregum dersën e kalum, se Meriame nuk ishte, nona e Meriamës nuk ishte fëmijë, e luti Zotin se nëse i lindi djalë ka me lënë shërbëtor, e i lindi vajzë, edhe ja dha Meriam emrin, e cila ishte shërbëtorën për këthim, e nuk ka pa djalë, pastaj i vdiq baba i vetë, e mund Zekrijain kujdesin e saj. E ty shka pasën Harun, vlla, kanë thonën disa se Harun është për qëllim vllau i Musaut a.s. Se Harun edhe Musa a.s. janë për familjes Ale Imran. Edhe Allah për shkun Meriame sa është Ale Imran, baba vetë e kanë Imran. Edhe kur kanë shku mja të regu rrugën për me shku të Firauni, ka qenë motra e tyre cila është të qujtën Meriam, ka thonë kjo Meriam, është motra e Harunit, motra e Musaut a.s. E dëmëhon Isau a.s. qenë ka nipi Musaut a.s. dhe Harunit. Thënë ja djetar. Pse? Se dalimi mes Musaut a.s. dhe Isaut ka qenë 13 shekujve. Ka pas pejgamber. Po qka? Kanë thonë hadithin e Nëgjrani që Mughir ibn Shu'ba kur është taku me ata, i kanë thonë ju po i recitojni disa ajete, ne kemi hasë që po thotë kja ukhte Harun. Ku Haruni, ku është ki Kurani juve të datët i ka përzime? Ku në Haruni, ku është Meriame po thoni se ukhte Harun? Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, a nuk e dini se Beni Israilet e kanë me emërtu fëmijët e tyre me emrat e pejgamberëve? Sikur musliman që emërtojnë me emrat e pejgamberëve, me emrat e sahabëve, do të thonë, ose disa të tjerë kanë thonë jo, ki Haruni ka qenë një njeri devotshëm i cili ka qenë në shtëpinë e Aksas, në xhaminë e Aksas, ka bëj ibadet u zhdalluaj madhurim, edhe Meriame është dalluar madhurim, ka thonë përgjasim. Oj ti motra Harunit, do të thonë ti i ajo e devotshme dhe Haruni devotshme, ki ardh me kësaj fjalë, ki ardh me kësaj vepra. E disa të tjerë kanë thonë se ki Haruni ka qenë i shfrenu. Ka qenë, do të thonë njëri i shfrenu pas epshëve, i kanë thonë o motra e shfrenumit prej epshëve, kanë krahasuar me njëri më të keq. Baba e s'ka qenë i prishur, as nëna jote s'ka qenë e pamoralshme. Do të thonë këto janë disa prej mendimeve që i kanë dhënë, do të thonë njerëzit përket ukhte Harun, oj gruaja e Harunit. Po ashtu kur i afrojnë ata, edhe pyesin Meriamen, i thojnë mirë, pika e more këtë fëmijë. Ne dimë që si e martuar, se kur gjon. Ata çka thotë? Allahu azza wa jalla për shumë. Fa asharat ilay, ja u ka bën me gisht. Nga kush? Nga fëmiu ndjek. Fa asharat ilay. Qalu kayfa nukallimu man kana fi al-mahdi sabiyatan, qysh me ka me folën njeriu i cili është ndjek, fëmijë i vogël, sa ka lit.
Sa ka linë e merë Merjemi edhe vjen, alayha salam. E thot qysh ka me fol ki fëmi I vogël. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qala inni Abdullah, subhanallah, e para, thot inni Abdullah, unë jam robi Allahut. Me këtë prim palës, ja u prish, dhe më thonë, besimin e krishterëve. Prim palës, ja u prish besimin e krishterëve. Sa lind Isa a.s. Prej mrekullive është fol. Edhe çka thot? Fjallën e pare thot, qale inni Abdullah, tha unë jam robi Allahut. Nuk jam biri Allahut, po jam robi Allahut. Inni Abdullah, atani al-kitab, mu Allahu do të më jep një libër. Wa ja'alani nabiyya, do të më bën mu pejgamber. Wa ja'alani mubarakan, do të më bën mu të bereqetshëm. Aynama kuntu, kudo që t'jem. Wa awsani bis salati waz zakat, dhe më urdhëroi me namaz dhe me zakat, ma dumtu hayya derisa t'jem gjallë. Wa barran bi walidati, edhe t'jem bamirës ndaj nënës time. Wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, dhe nuk më bëri kryelar dhe arrogant ndaj nënës time. Wassalamun alayya, dhe selami për mua, jaume ulidtu, ditën kur linda, wa jaume amutu, në ditën kur do të vdes, wa jaume ub'athu hayya, dhe ditën kur do të rinjall. Këto ja ka thi krishterëve në palës. Unë jam kush? Robi Allahut. Unë jam njeri që Allahu azza wa jalla ka dhënë bereqet. Më ka urdhëruar mu me namaz, mu me adhurim, nuk jam unë që adhurohem. Me zeqat, edhe t'jem respektues ndaj nënës teme. Edhe çka? Edhe paqja Allahu të shoh kur kam lind. Kur do të vdes, Zoti nuk vdes, kur do të vdes, o yawma ub'athu hayya, kur do të rinjallëm përsëri. Me thonë, këta janë disa argumente që ja ka në palës, dhe me thonën, I ka rëzu krishterë të cilët kanë akuzu Isa a.s. se është biri Zotit, apo për nonën e tij se është nona e birit të Zotit, e kështu me radhë thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhalika Isa ibn Maryam, kjo është Isa I biri Merjemit. Qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun, ata hakun të cilët e mohojnë. Ma kana lillahi yattakhidha min waladin, Allahu nuk I takon që të merr fëmijë. Subhana, I lartë madhruar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, idha qada amran, kur e cakton një çështje, en yaqula lahu kun fayakun, I thot bëhu, dhe ja për një herë bëhet me lejen e Allahut azza wa jall. Dhe thot Isa alayhis salam në argument tjetër, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, ju thot jehudëve, thuajni se Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Fa'budu, pra adhuroni Allahun, hadha siratul mustaqim, pra kjo është rruga e drejtë e Allahut, ashtu siç na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu je tregon se ata të cilët I kanë thonë fjalët të kufrit, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Ata kanë bërë kufër, të cilët kanë thonë se Mesihu I biri Merjemit, pra është biri I Zotit. Apo kanë thonë se ai është Zot. Qalu laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih. Kanë thonë se Allahu është Mesihu, I biri Merjemës. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbukum. Ju tha Mesihu I biri Merjemës, adhuroni Zotin, pra Zotin tim dhe Zotin e juaj, pra Allahu subhanahu wa ta'ala. ومن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار. E kush I bën rival Allahut, Allahu do t'ja bën haram atij xhenetin dhe përfundimi I tij do të jetë në xhehenem. Pra shirk nuk lejohet askush derisa Allahu azza wa jalla thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. O Muhammed, nëse ti bën shirk, I ban rival Allahut, Allahu ka për të t'i hub krejt veprat e mira, edhe kime qeni dëshpruar ditën e gjykimit. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, Mel Mesihu ibn Maryam illa rasul. Mesihu I biri Merjemit nuk ishte tjetër për pas se pejgamber, qad khalat min qabli rusul, edhe për ati kishte pejgamber. Wa ummuhu Siddiqa, dhe nona e tij ishte e sinqertë. Dhe pastaj thot Siddiqa, kana ya'kulani at-ta'am. Pse ka thënë Allahu azza wa jalla dhe ata hanin ushqim? Me cek se Allahu është nuk është I varur për ushqim, dhe Zoti nuk hanë dhe nuk pinë dhe nuk flenë, la të khudhu sinet wala naum, nuk e merë, nuk e kaplon as kotja as gjumi, e këta ishin Isahu dhe nana e tij hanin ushqim. Ata janë njerëz,
Ata janë që e ka dërgu Allahu Azza wa Jalla Isaun dhe nona e tij ishte e sinqert dhe së bashku me birin e saj hajshin dhe të thotë pushqimin. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala në ajet tjetër edhe që e lexojna për çdo namaz kul huwallahu ahad. Thuajni se Allahu është një i vetmi. Allahu Samad, Allahu është absolut. Lem yelid, nuk ka lind, wa lam yulad, as ka lind kush prej tij. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, nuk i përngjan askush me Allahun subhanahu wa taala, është i vetmi. Pra Allahu azza nuk ka lind as që ka lind diçka, as që ka nevojë Allahu subhanahu wa taala për fëmijë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam قال الله عز وجل حديث القدسي كذبني ابن آدم ببرجنشتوي بيري آدمت ولم يكن ذلك هذا نوكا مريتوي un atë të më përgënjeshtron وشتمني dhe më fyti mua biri Ademit dhe nuk e meritoj që të më fyen në momentin kur ai tha se Zoti ka djalë e Zotit nuk i takon që Zoti të ketë pra fëmijë. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla u mohon edhe besimin e jehudëve. Se këta krishterë të arritën atë shumë e banën biri Zotit. Kurse jehudët në anën tjetër, për ata është interesant, armiqësien më të madhe sot e kanë krishterët me muslimanët e nuk e kanë me jehudët, kurse në realitet në palës, besimin atyre kanë kundërshtimin më të madh se sa me ne. Ne thomi se Isa alayhis salam është pejgamber ulul azm më i zgjedhur. Nona e tij është e sinqert, kurse jehudët çka thonë se është lavire e biri lavirës. Për ata Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Wa bu kufrihim", me kufrin e tyre me mosbesimin, "wa qawlihim ala Maryam", dhe fjalën e tyre për Maryamin, "buhtanan wa ithman adhima", atë shpifjen e madhe mëkatin e madh që thanë se ajo është lavire dhe biri i saj është biri lavirës. Domethënë, për ata Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Wa ja'alnakum ummatan wasata", ne ummeti mesëm, nuk e teprojmë për t'i ngrit, po as nuk i përulim shumë jemi mesatar në çdo send që Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruar këtë ummet. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Qalu ittakhadha ar-Rahman walada", fanë Zoti ka fëmijë. "Laqad ji'tum shay'an nidda", keni ardhur me një mëkat shumë të madh. "Takadu as-samawati yatafattarna minhu", edhe sa që qiet u çan, "wa shaqqa al-ardh", toka u çan, "wa takhirru al-jibala hadda", dhe se kodrat ishin duke u shem, "an da'u lir-Rahmani walada", kur ata i shpifën mëshiruesit se ai ka fëmijë, "wa ma yanbaghi lir-Rahmani an yattakhidha walada", dhe nuk i meriton Allahu që të ketë fëmijë. Është një ajet tjetër shumë interesant. Allahu Azza wa Jalla drejtohet Muhamedit alayhi salatu wassalam i thot: "O Muhammed, thuaj vu krishterë, edhe thuaj atyre që e kanë këtë defekt në besimin e tyre. I thot: "Kul in kanat lir-Rahmani walad", thuaj, nëse Zoti kish pas, mëshiruesi kish pas fëmijë, ana awwalul abidin, unë jam i parë të adhuroj atë. Me thënë, nëse vërtet Zoti na kish urdhëruar me adhuru, thuaj o Muhammed, unë i parë do të kisha qenë adhurues i atij, por se Allahu Azza wa Jall nuk ka, do të thot, fëmijë. Po ashtu Isa alayhis salam nuk shpjegon pra Kur'ani për moshën e tij, pasi që kemi treguar se foli në fëmijërinë e djepën e tij. Pastaj thuhet nuk foli derisa arritin moshën e fëmijëve normal që flasin. Dhe nuk i erdhi pejgamberlluku përpose në 30 vjet. Dhe këtë kemi treguar edhe në historinë e Musa alayhis salam. Tregohet diçka në fëmijërinë e tij, pastaj 20 vjet çka ndodhi me Musa alayhis salam nuk tregohet, përpose momenti largohet, momentin e largimit kur e mbytat Ben Israilin. Po ashtu edhe për Muhamedit alayhis salam nuk na rrëfen kur të Kurani para profetizmit, përpose në momentin kur është shpall, pra në kohën kur është shpall nga Allahu Azza wa Jalla kur e ka bërë pejgamber. Dhe kjo na tregon se Kurani është libër udhëzues. Nuk është libër historik që na cet detale, me data, me ngjarje, domethënë çka ndoshta nuk janë shumë nevojshme, por ato që kanë qenë nevojshme, Allahu subhanahu wa taala i ka cekur në Kur'an. E Isa alayhis salam e dërgon pejgamber në 30 vjet dhe nuk ka diçka për historisë së tij para saj. Dhe Allahu Azza wa Jall ja jep edhe një libër i cili është Injili, pra që ja ka zbrit Allahu subhanahu wa taala Musa alayhis salam. O thot: "Wa qafayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam", ne i vazhduam pejgamber dhe trashët e pejgamberëve me Isa, me birin e Maryamës, musaddiqan,
vërtetues lima bejne jedejhi min at-Taurat, vërtetues për Teuratin. Ma thonë sa ta ka përgjigjështru diçka, ka ndru diçka, dhe Allahu Azza wa Jalla ja u kishte vështirësu Beni Israil, si kemi tregu për lopën, t'ja vështirësu shumë kushte për shkak se ata pyetshin shumë, si shta pejgamberi alayhi salatu wasalam, janë shkatruar Beni Israilt me ikhtilafin e madh që kanë pas të pejgamberëve dhe me pyetjet e shumta. E vjen Isa alayhi salam, ja u vërteton çka është origjinal në Teurat dhe çka janë shpif mbi Teuratin, dhe se Injili vjen me disa ligje për t'ja u lehtësu disa çështje që e kishte vështirësu Allahu Azza wa Jalla më herët, thot wa atayna al-injili wa injilin fihi hudan wa nur, aty kishte udhëzim dhe dritë, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat, që vërteton Teuratin, wa hudan wa maw'idatan lil-muttaqin, dhe udhëzues për njerëzit në vijim. Po ashtu, ki pejgamberi Allahu Azza wa Jalla i është dhënë disa mrekulli që nuk i është dhënë pejgamberëve më herët. Njëra nga ta, e para nga ta është wa rasulan ila bani Israil, anni qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. E para është se mi u tregu se Isa alayhis salam është pejgamber tek bani Israilit. Se krishterët sot pretendojnë se Isa alayhis salam është pejgamber i këtë njerëzve, edhe ata thrasin krishterisë. Kurse e vërtetë është se Isa alayhis salam është dërguar tek bani Israilit. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, Allahu ne kena dërguar pejgamber në çdo popull. Pra në popullin e Banu Israilit. Pra Isa alayhis salam është pejgamberi i jehudëve. Dhe ai i cili është dërguar për këtë njerëzit është Muhamedi alayhis salatu wassalam, thot Allahu azza wa jall, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ti nuk kemi dërguar por posë mëshirë për tan botët. Do me thonën, kjo është një argument se Allahu azza wa jall thot wa rasulan ila bani Israil, ne kemi dërguar ti pejgamber tek bani Israil. Prej mrekullive e para që është mrekulli një që nuk e kanë pas pejgamber, asnjë pejgamber më herët, e as Muhamedi alayhis salatu wassalam, është një djep flet Isa alayhis salam. Edhe flet shpallje prej në djep, thot inni Abdullah, një robi Allah, më zhdon mu librin të të bëna pejgamber, prej fëmiri, prej djep, dhe nuk është fol askush, dhe kjo është një argument shumë i madh prej Allahut subhanahu wa taala se kjo është pejgamber i Allahut azza wa jalla. E dita inni akhlu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah. Prej specifikave prej mrekullive ka marr nga balta, nga voçi, i ka ndërtu në formë, i ka kriju në formë të shpesve. Pastaj i ka fry në ta. E me lejnë Allahut janë bërë shpes gjallë, me shpirt dhe kanë fituar. Që këtë nuk e kanë pasur më thonën pejgamber të tjerë. Pastaj thot wa ubrihu al-akmaha wal-abras, i ka shëru të verburit në lindje që kanë lind të verbur, apo pas asaj që janë bot verbur, edhe sëmundje të ndryshme të lëkurët që nuk ka pas për ta shërim. I ka shëru me mes që tash mesi, një ndër kuptimet të se i ka prek, me prekin e ti me lejnë Allahu azza wa jall, ata janë shëru. Wa uhi al-mauta bi idhnillah, dhe i kam gjallë të vdekurit me lejnë Allah. Thuhet transmetime se 4 persona në kohën e tij i kam gjallë. Edhe është interesant. Isa alayhis salam dallohet me mrekullit e pejgamberëve të tjerë. Ne të kemi treguar se Daudi alayhis salam është dallu në kohën e tij me zërin e tij të bukur. Sulejmani alayhis salam është dallu me çka? Se gjend shejtanat i fritat i ka pasën nën kujdesin e tij, nën sundimin e tij. Po ashtu edhe për Musa alayhis salam kemi treguar se i ka sfiduar magjistrat. Me Isa alayhis salam nuk ka ardhur me kësaj. Ka ardhur çka? Me shërim, ka ardhur me smundje të ndryshme edhe me ngjallje, se është përhap me të madh në kohën e Isa alayhis salam çështja e medicinës. E për të treguar ative se ju mundi me shnuar diçka mjek, por se ka ardhur me diçka që ju nuk keni mundësi. A keni mundësi të verburin me botë që të shikon? A keni mundësi të vdekurin me ringjall? Nuk keni mundësi. E kjo tregon, dhe në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam s'ka ardhur as me magji, nuk ka ardhur as me kse, por ka ardhur me Kur'anin, e cila i ka sfiduar të gjithë poetët. Edhe kur sare poetët që kanë thurë poezia, kanë qenë pa aftë me kundërshtu Kur'anin, sare kanë qenë domethënë pa aftë. E kjo është mrekulli, domethënë sipas kohës ka dërguar Allahu azza wa jalla mrekulli, dhe kështu dhe Isa alayhis salam.
Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, edhe një prej specifikave ka pas e ka ditë se çka kanë hangër ato. Çka kanë hangër sot në përbashkët e tyre, dhe e kanë ditë Isa alayhis salam se çka depojnë, çka mshehin, çka depojnë në për ushqimet në për shtëpitë e tyre. Sikur Yusufi alayhis salam kur erdhën ata dy, i tha unë do t'ju tregoj juve për ato te'wilin, komentimin e ëndrave, qabla ya'tiyakuma, para se t'ju vjen juve ushqimi. Qabla an turzaqani, para se t'ju furnizon. Do të thotë çka e ka ditën edhe çka kanë, do të thotë prej ushqimeve të cilët i han ata. Isa alayhis salam prej mesazheve që ka ardhur para ka thirrë tauhid, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasul an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Çdo pejgamber ka ardhur që ta madhrojnë Allahun, ta njësojnë Allahun dhe të mohojnë çdo gjë që adhurohet përpas Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata thot Isa alayhis salam, wa inna Allaha rabbi wa rabbakum. Thuajni se Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Fa'budu, adhuroni, hadha siratul mustaqim. Kjo është rruga e drejtë. Po ashtu Isa alayhis salam i ka urdhëruar në punë të mirë dhe i ka ndaluar nga e keqja. Për shkak se benu Israilit vazhdimisht bënin mëkate të mëdha, i te i kalonin kufit e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla thot në ajet: lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Janë mallkuar bani Israilit ala lisani Daud, në gjuhën e Daudit, wa Isa ibn Maryam, dhe në gjuhën e birit të Maryamës, pra Isaut alayhis salam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, sa ata bënin mëkate të mëdha dhe i kalonin kufit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thristen në asketizëm, që ta lënë lakmin pasoj dunjoje, të jipët në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. I urdhëronte në sjellje të mirë, në moral, në përulshmëri, në sjellje në tawadu, dhe i vërtetoi Injilin me Teuratin së bashku, që janë ta librat e Zotit. Pastaj Isa alayhis salam, pasi që i thiri njerëzit, shumica, siç është traditë, që shumica e njerëzve nuk i kanë besuar, por ka besuar një grup, siç thot Allahu azza wa jall, falamma ahassa Isa minhum al-kufr, kur e pa se ata kanë ngulur në kufër, qala man ansari ila Allah, fa kush janë ndihmëtarët e Allahut? Qala al-hawariyun, than ata hawarijunët, të cilët kanë janë sahabët apo shokët e Isaut alayhis salam, nahnu ansarullah, fa ne jemi ndihmëtarët e Allahut. Washhadu bi anna muslimun, fa dëshmo se ne jemi musliman. Edhe është interesant se sa kur e themi muslimun, çish ato kanë qenë musliman. Do të thonë, i kanë thonë Isa alayhis salam, dëshmo se ne jemi musliman. Vërtet çdo kush që ka besuar Allahun një, nuk i ka bërë rival, dhe e ka pasu të dërguarin e tij, ai është musliman. Ai i cili ka deviju fenë e Allahut, ai nuk është musliman. Ai mund me qenë krishter ose jehud që kanë deviju, por nuk është musliman. Kurse musliman vërtet ato që kanë pasu pejgamberin e tyre dhe e kanë besuar Allahun azza wa jall ashtu siç duhet. Por më të afër, që kanë qenë më të afër, që nga për transmetime thuhet se kanë qenë 12 hawariyin. Më të afër ata shokë të cilët i ka pas Isaun alayhis salam. Ajeti ka të shumta: wa idh awhayna lil hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ajeti ka të shumta, por ajo çka na bën ta kuptojmë se çdo pejgamber ka pas hawariyin, i ka pas shokët e tij, i ka pas ndihmëtarët e tij, dhe se rruga e Allahut azza wa jall, që shka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, yedullahi mal jamaa, dora Allahut është me xhamat, kur i ndihmojnë davetit, të jenë ata ndihmëtar dhe Allahu azza wa jall të shpërblen, se çdo pejgamber i ka pas shokët e tij që i kanë ndihmuar. Dhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, li kulli ummatin hawari. Çdo ummet e ka pasën ka një hawari, çdo pejgamber i ka pasën ndihmëtarët e tij. Wa hawari hadhihi al-umma, dhe ndihmëtari i këtij ummetit kush është? Zubair ibn Awami. Në luftën e Hendekut, kur mbledhën 10.000 mushrik dhe vit për t'i dhënë fund Islamit, dhe i bashkangjiten edhe jehudët, Banu Qaynuqa, Banu Nadhir, Banu Qurayza, i bashkangjiten disa fise të ndryshme, thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kush shkon ti merr lajmet e tyre dhe të kthehet, Zubair ibn Awami e ngrit dorën dhe thonë ja Rasulullah.
Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam i thotë çdo ummet e ka pasur ndihmtarin e tij, kurse ndihmtari i këtij ummetit është pra Zubair ibn Awami. Thotë disa fjalë të Isaut alayhis salam që i ka thonë fjalë të ulta. Njërën nga ta ka thonë hubbu dunya ra'su kullu al-khati'a, dashuria e kësaj dunjojës janë koka e këtë probleme. Njëri që i hipet në kësaj dunjojës, të më thonë është koka e këtë probleme. Ka thonë e dunja aberuha wala ta'meruha, këtë dunjo kaloni, mos ndërtoni, mos undani me ndërtu më udhon më saj dunjoje. Ka thonë rubbe shahwatin aurathat huznen tawilan, ndoshta një kënaqësi e kësaj dunjojës, pastaj gjatë jetës tonë kemi qenë dëshpëruar pse ki bëhat mëkat. Ndoshta një dëshirë e ban, e pastaj kemi ra pishmanit, kemi mërzit pra të tanë jetën. Pra mosu lëshon. Ka thonë nuk bashkohen zemrën e besimtarit dunjoja dhe ahireti bashkë në zemër. Ka thonë ashtu siç nuk bashkohet uji dhe zjarri asnjëherë. Nuk bashkohet zjarri dhe uji, ashtu pra nuk bashkohen zemrën e besimtarit, pra do të thotë dunjoja dhe ahireti. Ka thonë shembulli atij që e kërkon dunjojën, ose sikur shembulli atij i cili pi ujë prej detit të mjel, sa më shumë që pi, aq më shumë i shtohet etja derisa vdes. Për ata në hadith sahih të pejgamberit alayhis salatu wassalam, la utya ibn Adama wadiyani min adh-dhahab, nëse ishte ndon birit Ademit di lugina me ari, le tamanna thalithan, do të kishte thonë edhe tretë ta kishte pas. La yamlau jawf ibn Adam, nuk i mbushet barku i birit Ademit, illa turab wa yatubu Allahu liman taba. Edhe nuk i mbushet barku i birit Ademit, por pasi kur t'i fuget dhe u mbi sytë e tij, pra kur të vuroset, atëherë do të mjafton. Edhe e tregon një rast se e ka parë një person duke vjedh, i ka thonën vjedhe, tha pasha Allahu nuk vjedha, i përgënjeshtrova tha syt edhe besova Allah. Më thonë për mua është më e dashur ta besoj Zotin, mëse ki përmend Allahun, u kry puna, unë e besoj Zotin edhe i përgënjeshtrova sytin mi. Po ashtu e ka punë një shembull interesant për egon, i cili don njeriu vetëm për vetit ketë. Thot shembulli e egos, thot sikur 3 persona që kanë pas një pasuri dhe kanë dashur ta dajnë. Dhe njërit i thënë shko ti sille ushqimin, ai shkon ta silli ushqimin. Edhe kur largohet ki, shejtani ju vjen dhe ju thot, pse në vend se me don 3 pjesë, dajnë në 2 pjesë. Dajnë në 2 pjesë, më shumë. Edhe thot e bëjnë këta kurthin që kur të vere me mbyt. Ki duke ardhur rrugës, shejtani shkon edhe këtij, i thot sa me ndo 3 pjesë merre këtë për veti. Po çysh, ka thonë kur t'ja sillesh ushqimin, shtinin hel, kur të hajnë ato shkon. Këtu e merr ushqimin, edhe vnon hel. Thot afrohen tek personat ata 2 veta, ato çuan edhe mbytin. Maj si e mbytin tash gëzum, hajde po hajnë bukë dhe po ndojnë pasurinë. Ato hulen me hangër, edhe ata vdes, edhe ki vdes, edhe pasuria mbet, domethënë mos mendo për veti, sepse ai që është ego ndodh sikur kjo, e cili në fund nuk merr askush asgjë prej asaj të cilët do të thotë mendojnë që merr. Pastaj është ngjarja e ngritjes së Isaut alayhis salam. Domethënë ka 3 transmetime. Transmetimi i parë që transmeton Abdullah ibn Abbasi, thotë se Isau alayhis salam i ka pasën 12 shokë. Në mesin e tyre ka qenë një djalë i ri, më i vogli prej Hawarive, më i ri. Ka thonë Isa alayhis salam, kush e ka pasë, e kanë rrethu dhe e kanë vendosur jehudët që më mbyt. Thot kush për juve sakrifikon, që ta merr fizionomin time, pa pamjen time, dhe ai që do të sakrifikon do të jetë me mua në xhenet bashkë. Do të jetë njeriu më i afër me mua. E ngrit dorën ai më i riu. I thot Isa alayhis salam ulu prej tjerë, se është më i riu, e mëshiron. Ngritet për së dyti, ngritet për së treti. I thot Isa alayhis salam atëherë dije se do të torturohesh, bën sabër se takimi me mua dhe me ty është bashkë në xhenet. Transmetimi tjetër dhët prej 12 njëri prej tyre, i cili është Jehudha, i cili ai Jehudha ka qenë domethënë person i luhatshëm. Dhe Isa alayhis salam i ka thonë 12 herë se ti do të më mohosh. Ai tha jo, do të më mohosh, ato jo. E thuhet se ai i cili i është dhënë fytyra, është dhënë këtij i cili ka qenë munafik, të cilët e ka tradhtu Isa alayhis salam.
E treta, thuhet se ai krye komandanti i ushtrisë që e ka dërguar mbreti për ta mbyt Isaun alayhis salam, ka ai kur ka hyrë mbrenda me hyrjen e tij brenda, është transformu në fytyrën e Isaut alayhis salam dhe e ka mbyt. Edhe për këta thot Allahu subhanahu wa taala, "Wama qataluhu wama salabuhu." Ata që e kanë mbyt, ata që e kanë kryqëzuar. Walakin shubbiha lahum, por aty kanë dyshim. Pse? Kur e kanë marrë atë kanë thonë, "O, nuk është ky Isa alayhis salam." Allahu e ka ngrit këta. Nuk është kjo është tjetri, apo në transmetime ka thonë se unë jam personi, do jam sprovu, nuk jam unë Isa, ata do të thonë e kanë mbyt. Thot Abdullah ibn Abbasi se këta janë ndonë në 3 grupe. Grupi i parë që kanë thonë se Mesihu është Allah, është Zoti. Këto thot janë Jakubije. Disa tjerë, grupi i dytë që kanë thonë se Mesihu është i biri i Zotit. Këto janë Nustajrije. E treta kanë thonën e cilët janë që thonë Isau është i rob i Zotit dhe i dërguar i Zotit, këta janë musliman. Këta janë besimtarë. Si shta musliman është do kush, ai që e beson Allahun një dhe e beson të dërguarin e tij si dërguar. Thot Allahu azza wa jall, "Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin." Zahirin i ndihmuan kundër armikut, ata u banën ngadhnjës. Kush ngadhnjës? Pra muslimanët ja vërtetun fjalën e muslimanëve, pastaj ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall, "Wa qawluhum inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam." Thot fjalë e tyre që kanë thonë se ne mbitën Isa birin e Maryamës, "Wa ma qataluhu", ata nuk e mbitën, "Wa ma salabuhu", atë që e kryqëzuan, "Walakin shubbiha lahum", por atyre ishin të dyshim në këtë rast. "Wa inna alladhina ikhtalafu la fi shakkin minhu", ata janë dyshim të madh. Minhu ma lahum bihi min ilm, ata nuk kanë dituri për këtë, illa ittiba' dhann, por ata e pasojnë vetëm se mendimet. "Wa ma qataluhu yaqinan", nuk e kanë mbyt ata me bindje. Nuk kanë bindje ata që e kanë mbyt vërtet pra Isaun alayhi salam. Për ata, dhe më thonën, Injilin të cilët e kanë shkrujt më pas, kanë thonë se e kanë shkrujt 100 libra të Injilit. Prej 100-ve pastaj kanë mbetur 70. E prej 70-ve që përdorën kohët e sotit janë 4. Dhe më thonë, si pas Mateut, si pas Markut, si pas Lukit dhe si pas Gjonit. E është Biblia e 5 që krishterët nuk e nxjerrin dhe nuk e besojnë, është si pas Barnabës. E Injili i Barnabës e vërteton se si pas citateve se ai i cili është marrë fytyra është Jehuda, tradhtari, dhe se Isa alayhis salam është ngrit dhe nuk është kryqëzuar. E sot krishterët e krejt botës nuk e besojnë këtë besim. Edhe pse kjo është ma hak prej tjerëve, edhe pse krejt janë trillume dhe këtë janë të kota, po ma hak prej batilave është e këtij, do të thonë, Barnabës. E kur është ngrit, dietarët janë 3 mendime. Kanë thonë, a e ka ngrit Allahu azza wa jall dhe është gjallë, apo e ka vdek Allahu subhanahu wa taala dhe është ngrit, apo është në gjumë. Se Allahu azza wa jall tregon për ata, thotë kur bin me flet, Allahu azza wa jall thotë ne i vdesim ata dhe ja ngritim atyre shpirtin. Ja marrin shpirtin, kujna dojmë ja kthejmë dhe kujna dojna nuk ja kthejmë. E disa për tjere ka thonë se është në gjumë. Por ajo çka dojmë me konkluz në fund, se Isa a.s. është ngrit dhe nuk e kanë prek Isaun a.s. as me gisht të vogël. Pastaj është përndan njeriu i cili e ka luftu mas shumë të Isaun a.s. I cili është quajtur Shawil, është quajtur pastaj Bulis. Që ki Shawil duke hestë të rrugës, i cili ka qenë armiku më i madh i Isaut a.s. për ta mbyt, thot e kum pa, thot Isaun a.s. zbriti mes qiellit dhe tokës. Edhe më tha, deri kur tha do të më luftosh mua? Deri kur ti do të pendohesh? Tha prej momentit të pendohem. E ki që shtot Shekull Islam ibn Taymija se çki Bolisi, është që u ka prish fen krishterëve. Ashtu si që u ka prish fen kujna shiave.
Abdullah ibn Seba, jahudi, edhe kjo u konë jahudi. E thot çka? Ki ka fillu domethënë tradhti, por ka qenë shumë i aftë, ka qenë shumë orator, ka lëvizur shumë derisa tash i ka afër 12 shkrimet këtij për pejgamberin e për historinë e Isaut alayhis salam që mirën prej këtij bolisit i cili ka qenë armiku i Isaut alayhis salam deri në momentin e fundit. Pastaj do të thotë ka dalën një person tjetër i cili është quajtur domethënë Shimshal. Çka Shimshal edhe kjo është quajtur ma fund është quajtur edhe ki bolis. Ki e ka shpikur domethënë atë shpikjen Nahut e në Lahut. Çka do të thonë Nahut edhe Lahut? Thot Zoti dhe njeriu, domethënë njeri dhe Zoti janë bashkuar bashkë në hitë Isa alayhis salam. Domethënë është bën një kompot me Zotit edhe njeriut. E ki e ka shpik pastaj domethënë këtë shpifje. E disa domethënë kanë thonë pastaj kanë shpifën se Isa është biri i Zotit, kanë thonë se kriçi është i shenjtë dhe se kriçi është mbytur dhe se Isa alayhis salam kanë krijesat kanë mu gjyku në ditën e gjykimit te Isa alayhis salam. Si thënë krishterë, si thënë shiat sot, se te Huseini dhe te Alia kanë mu konë këthimi dhe hisabi ka mu konë të Alia. Që devim të krishterë, që devim të shiat është e ngjajshme, kanë manipulu du më thonë jehudët edhe me këta, edhe me këta. Njojtë du më thonë i shef ngjajshme. E o konë një mbret i cili e ka thirë njonin prej muslimanëve që të bënë një debat. E kjo konën Ebu Bekër el-Bakelani, e konë shumë i meqëm. E ka thirë ki mbreti që të polemizon me ata priftat e mdhoj, me ata rabinat e mdhoj. E thot, kur ka ardhën me bisedue, i kanë thonë ata, ne prej ligjit e kena kur të hinë mbretit mi ju përkull, mi ranë seshte. Ki ka thonën, ne në dinin tonë nuk e kemi të ljume mi po seshte, as kuj për pas Allahut. Mirë. Ato shka mi po i thënë mbretit, ke personi nuk do me të përkullë. Është në nëshmim, edhin ketë me u përkullë e së përkullë. Qka mi i bëhe, thot, lerëm në të hije, thot që ta debatojmë, ta fitojmë debat, s'ka lidhje. Edhe ato qka bëjnë, ja bëjnë një hile, dera si ka qene madhe në mbyllën e bëjnë një derë të vogër, që kur të hije, kur ta qene derën, ta ule krije. Që pak ti përkullët. E qka po banë, qka banë? Ebu Bekër el-Bakelani, kur afrohët e dera, e këthen shpinën, edhe hinë brapa. Ja këthen shpinën. Edhe ajë në nëshmohë, thot, lene se ala ma tepëm në nëshmohë. Ama shumë i meqëm, muslimanët janë shumë të meqëm, subhanallah. Për ata muslimanët mu pajis me dituri kur të banë, dhe me thonë në debat me krishterë. E çka ka po? E ka përshëndet mbretin dhe ka shku drejt ata rabinat. Ata murçit e mëdhoj, që i kanë zonë shumë, dhe me thonë të lartë, i badetgjie, të shejte, i ka thonë, si jeni, ajni mirë, familën si i keni, thmitë si i keni. Edhe ki mbreti ka thonë, o ti, ati e që i djetari, ka thonë, po ti ka thonë njeri fëmija më i vogël, më i ulti, e din se këta murgjit to nuk martohen, s'kajnë familje, s'kajnë fëmijë, s'kajnë kurgjon. Ka thonë, subhanallah, njeri i thjesht, kana mëkat mi i thonën se mi invesht mi edhe grua. E Zotit i invesht një thmi dhe hisë e keni dërtë. Më thonë, këta murgjit, po dhe njerëzit shenë, këta zguzojnë me pas grua, zguzojnë me pas thmi. E Zotit guzoj ka me pas grua dhe guzoj ka me pas thmi. Tash e mërë vesh ki mbreti se ka dhe se ki i pas ka të punë ndryshe, s'ka në qështu si me ndojnë ne. Du me thonë qka? Pasta i thot ata për me nënshmu, thot kimi ndëgju se një grua e një profetit është shpif se ka bërë zina. E ka pos për Aisha radiallahu anha, se i kanë qitë munafikt. Ka thonë unë e di se Allah i ka përmendën di granë Kur'an, që janë shpif. Njona e cila ka qenë martume me burr, edhe s'ka pas fëmijë, njona s'ka qenë martume dhe ka lind fëmijë. Cilla është dyshimi më i madh? Domethënë, Aisha radiallahu anha o kone martume, edhe s'ka pas fëmijë, s'ka qenë shtatzone. E kurse grua e tjetër s'ka qenë martume, ka qenë me barkë edhe shtatzone, edhe ka lind. Cilla është dyshimi më i madh? Por ka thonë dije se Allah tu dieti ka pastruar Kur'an. Edhe këtë edhe më thonë i ka pasru Allahu azza wa jall, edhe Mërjemën, edhe Aisha radiallahu anha në suratun Nur. Dhe më thonë, ka qenë një debat që u kam poshtë, dhe më thonë, krishterve këta besimet të cilët i kanë pas ata. Allahu azza wa jall, ja ehlel kitabi, la taghlu fi dinikum. Mës bëni, dhe të thotë, mës e shtrëngoni në fejnë e juve. Wa la taqulu ala Allahi al-haq.
mos thuni për Allah por pas se çka është e vërtetë. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, është dërguari i Allahut. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dhe fjalën që e ka gjujtë Maryemi është kun fayakun. Wa ruhun min, dhe çka ruhun min, dhe shpirti i shenjtë pra Xhibril alayhis salam, fa aminu billahi wa rasuli, besoni Allahun dhe pejgamberin e tij, wa la taqulu thalatha, dhe mos thuni tresh. Mos thuni trinitet. In tantahu khayran lakum inma Allahu huwa ilahun wahid. Nëse nuk ndalni me këta, dijeni se Allah është i një. Pse kanë thënë tresh? Disa kanë thënë se Zoti Isa alayhis salam edhe Xhibril alayhis salam. E disa tjerë pastaj ka ardhur një bret që ka thonë çka? Isa alayhis salam, Maryemja edhe Zoti e kanë shti, domethënë në tresh. Edhe i kanë bërë shejta këto xhonat, a para në no, pse e kanë goshzu, pse e kanë gritzu Isa alayhis salam? Në atë kohë ka qenën e përhapur dënimi më nënshmues, me nxjerr para njerëzve, me hap fort kriçit, me guzu durt dhe me guzu komt, me vdekje dhe nitit edhe ninat, me mbajt ashtu me pakit njerëzit. Nëse dukush ka bërë dënim mëkat. E thot ajo ka qenë e mallkuar në atë kohë, ka qenë dënim. Po ka ardhur ma tani duke deviju fejen, e kanë bënë Maryemën alayhis salam, e kanë bënë Zot, kurse më herët ata nuk kanë besuar këta, kanë besuar se Isa alayhis salam është i dërguar i Zotit. Këta e kanë bënë sobiri i Zotit, edhe më herët kanë thonë se shpirti i shenjtë treshi, e kanë heq Xhibrilin, e kanë shtim Maryemën, e kanë bënë treshi është Maryemja. Zoti është njësh, është tresh, treshi është njësh. Domethënë edhe kanë bënë shenjtë edhe kriçin, që kriçi ka qenë vend për mi dënu, edhe ka qenë vend në çmimi, edhe kanë bënë vend që sot e adhurojnë. E adhurojnë çka Zotin, edhe thonë se Zoti është i fuqishëm, edhe se Zoti ka më marrë këtë përgjegjësi, e sipas atyre çish mundet me qenë Zot kur nuk ka mujt me mbrojt veten e vet. A mund të kush me mbit njëri me mbit Zotin, edhe në mënyrë domethënë sa më të keqe. Domethënë këta shihet se mendja aktive është shumë mendje lehtë në besimin e tyre. Pastaj dhe në fund prej alametave të shenjave të Kiametit është zbritja e Isaut alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, do të vjen Isa alayhis salam, le yaksiru as-salib, do ta thënë çka kriçin. Dhe ju thot se çka mendon ju se është e shenjtë, ai ka qenë gjë e cila e kanë dënuar njerëzit nuk është e shenjtë. E ka me thi kriçin, ka me mbit thiun, pse më tregu se unë ja humboja haram, edhe jehudët e kanë haram. Edhe Isa alayhis salam ka ardhur me u tregu disa gjëra, jo më u halal, haramat. E këto i kanë shpi vet, edhe treta u yurfal jizya, edhe tatimin ka me ngrit. S'ka në atë kohë ai që ka me qenë musliman, ka me qenë i shpëtuar. Ai që ka me qenë krishter, nuk ka me pagu më tatim, por pas se ka me qenë ose musliman ose ka me qenë mbitur, domethënë nga ana e muslimanëve. E Isa alayhis salam këtë e ka detyrë, edhe do ta mbitot Dejjallin, duke e fal musliman namazin në xhamin e Aksas, duke u përgatit me Mehdiun, njëri i cili thot pejgamberi alayhis salam e ka emrin sikurse emri im dhe baba i tij e ka emrin e babës tim, dhe se do të jetë prisin muslimanëve duke e fal namazin do të zbret Isa alayhis salam, i cili do të shkëlqen fytyra. Flokët e tij ka dete pulsa e veshit, është fytyrë bardhë në të kuqe, i shkëlqen flokë sikur me dalë prej tushit. Domethënë kur del njeriu kur lahet si i vizllojnë flokë, do të i vizllojnë ashtu flokë. Thot 2 melek në kraharunat e tij do të zbret, do t'ia fal muslimanëve namazin, do ta thën kriçin, do ta mbit thiun dhe do ta heq xhizën dhe do ta mbit Dejjallin. Kur do ta shet Dejjalli, do të hiq, do ta afrohet rreth buzit të detit, do ta thërë me thik, do të shkrihet ashtu si shkrihet shkripa në ujë. Më thonë kjo. Dhe pastaj Isa alayhis salam do të vdes. Pse do të vdes? Mi u tregu njerëzve se unë jam njeri, do të jeton, edhe do të vdes, edhe do t'ja falin xhenazën musliman, do ta vurosin për mi u tregu se ai fjalë Allahu azza wa jalla që ka thënë, "Wassalamun alayhi", pa që Allah çon me mu, yawma wulidtu, ditën kur kam lind, wa yawma amutu, dhe ditën kur do të vdes, wa yawma ub'athu hayya, dhe ditën kur do të ringjalla
pra përsëri para njerëzve, dhalike Isa ibn Maryam qawl al-haq allati fihi yamtarun, kjo është Isa i biri Maryamës, të cilët shpifin për këtë pejgamber të madh të Allahut Azza wa Jall. Pra ky ishte pejgamberi i parafundit, pra i cili është Isa alayhis salam, dhe me këtë e përfundojmë serialin e ngjarjeve të pejgamberëve. Allahu Azza wa Jall lutet na kishte vënë dituri dobishme, kuptim në fe dhe në praktikimin në jetën tonë të përditshme, duke nxjerr nga këta udhëntit mëdhoja që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall në Kur'an, nga këta mirësitë e mëdhoja, nga këta dobit e mëdhoja që i nxjerr Kur'ani, siç edhe pejgamberit alayhis salatu wassalam i ka thënë Allahu Azza wa Jall në kusu alejke min anba'i rusul, dhe ta tregojna rrëfimet e pejgamberëve, linuthabbita bihi fuadak, për ta përforcuar zemrën ti, edhe për t'ja përforcuar zemrën sahabeve, muslimanëve, deri në ditën e gjykimit që do ta lexojnë Kur'anin, librin e Allahut. Deri në takime tjera, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu i shpërblet.